Bashkia Belsh organizoi aktivitetin tradicional Dita e Balonave, një festë ngjyrash, gëzimi dhe kreativiteti dedikuar fëmijëve dhe të rinjve. Në ambientin piktoresk të malit të Gradishtës, ku historia flet vet, nxënësit e 15 shkollave nëntëvjeçare dhe 3 gjimnazit të qytetit u bën bashk për të lëshuar në qiell balonat e ndërtuara prej tyre, secila me një mesazh simbolik apo dëshirë. Balonat shumë ngjyrshëm mbajtin mbi vete tematika të ndryshme, nga paqja në botë tek ndërgjegjësimi për autizmin, duke i dhënë aktivitetit një dimension edhe më të thellë dhe kuptim plot. Festa u shoqërua nga një ekspozitë e pikturave të realizuara nga vetnxënësit, të frymëzuara nga bukuritë natyrore të zonës së Dumres dhe 84 liçenet magjepsës që rrethojnë qytetin e Belshit. Arti i derdhur nga lapsat dhe penelat e tyre i dha një atmosferë të veçantë ditës, ku çdo vepër reflektonte talentin dhe shpirtin krijues të brezit të ri. Aktiviteti përfshiu dhe një garë për balonën më të bukur, ku u shpall fituese shkolla nëntëvjeçare Halit Uruçi. Ndërsa çmimi për pikturën më të bukur ju dha nxënësit Albion Mançe nga shkolla e mesme Grekan. Në fund të aktivitetit u shpërndan certifikata mirënjohje për të gjithë pjesëmarrësit dhe u vlerësuan punimet më të mira nga një juri e posaçme. Sot ky aktivitet bëri bashkë nxënës të shkollave të ndryshme të qytetit të Belshit, shkolla nëntëvjeçare, gjimnaze dhe patëm pjesëmarrje të lartë nga nxënësit. Festa balonave është konceptuar si një festë ku nxënësit përgatisin balonat e tyre në shtëpi dhe marrin pjesë në konkurs, siç ishte konkursi i ditës së sotme, që kush ngrin balonën më të lartë vlerësohet edhe me çmim. Është një avantazh për nxënësit, pasi nxit kreativitetin dhe nxit mënyrën se si ata të realizojnë punime artizanale, kam fjalën këtu për festën e balonave. Konkretisht sot aktiviteti shkoi shumë mirë. U ndanë 3 çmimet e para. Çmimin e parë e fitoi shkolla nëntëvjeçare Halit Uruçi, çmimin e dytë shkolla nëntëvjeçare e Gjolenës dhe çmimin e tretë shkolla e Kajanit. Aktiviteti shkoi shumë mirë dhe pati një pjesëmarrje të lartë. Për të përmbyllur këtë ditë të mbushur me emocione, ngjyra dhe buzëqeshje, televizioni TV Apollon realizoi një intervistë me drejtorin e kulturës dhe turizmit pranë Bashkisë Belsh, zotin Albert Hysa, i cili theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla për edukimin dhe motivimin e të rinjve. Dita e balonave është tashmë një traditë e bukur për qytetin e Belshit, duke u kthyer çdo vit në një festë të madhe për të gjithë komunitetin.